got to love you, yeah, got to love you, 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 baby, got to love you, 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 yeah, got to love you, got to love you, got to love you, got to love you. I'd do anything I could for you my only. I wanna flip the script on you, you don't even know me. 'Cause I don't even wanna fight. I don't wanna fight, girl. I ain't even gonna fight it. Got to love you, 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 got to love you. Girl, I'm me alone, I give you security. I'm not just talk for mine, you. Me alone, I give you the... Just shoot for the stars. If it feels right, then aim for my heart. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll behave. You wanted control. Përshëndetje miqtë e dashur të Channel One. Sigurisht jemi në rubrikën e temave, në rubrikën ku ne diskutojmë me të rinj tan tema të ndryshme. Kemi diskutuar sigurisht në një nga temat që ne kemi bërë me të rinj tan për adoleshencën e djeshme dhe adoleshencën e sotme. Për ta kapur pak më konkretisht të temë, ne kemi zgjedhur sot të diskutojmë për puthjen e parë të rinjt, për puthjen e parë të adoleshentëve të sotëm. Kur ka qenë mosha që ata kanë ndëruar puthjen e tyre? Dhe sigurisht si kurioz dhe kurioztar të mëdhenj që jemi, ne të vazhdojmë të pyesim ata të rinj për moshën e puthjes së tyre të parë. Le të vazhdojmë të pyesim. Hajdeni me mua. Show you all the moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. Era? Po. Unë dua të di dhe jam kurioze, sigurisht dua të më afroni të dy këtu afër meje. Dua të di se sa vjeç jeni. 15. 15 vajzë, 14. Dua të bëj një pyetje. A i keni dhënë puthjen tuaj të parë? Po, Po. Sa ka qenë mosha kur e keni dhënë puthjen? para i vitit, 2 vite. Para një viti. Mendojnë që është mosha e përshtatshme për të dhënë një puthje? Po, Po vajza, e ka dhënë puthjen e saj të parë? Se di, pa. Mosha? Kur e keni? Ai më va. 13. Mendojnë që është mosha e përshtatshme për të dhënë? Pa. Okej, të falenderoj shumë mendimin tënd të dyve bashkë. Get inside it, and you wanna steer, but I'm shifting gear. I'll take it from here. Oh yeah, yeah, and it goes like this. Take me by the tongue. Manosh. Unë dua të di dhe sigurisht jam kurioze kush ka qenë mosha që ju keni dhënë puthjen për herë të parë. Rreth moshës 15 vjeçare. Ju do mbas edhe qeshni kur ne bëjmë të pyetje, por sigurisht jemi kurioze, bëjmë pak atë diferencimin e adoleshencës së pak viteve më përpara dhe adoleshencës së sotme, sepse koha duke qenë se ka ndryshuar. Ndoshta ju e keni dhënë puthje 15 vjeç, brezi sotëm e jep në një moshë fare më të vogël, 10 vjeç. Besoj se keni dëgjuar për këtë gjë. Po, kam dëgjuar pak a shumë, më kupton, masi që edhe kam marrë spari, dhe më thonë jam këtu në Tiranë, pasi jam si student, jam të buke përfunduar, ama mendoj se dhe më thonë për çdo ditë më tepër, ajo moshë kanë duke rërë, sepse ecin koha dhe ndërrojnë kohrat. Në momentin që ti ke dhënë te ishe 15 vjeç, mendojnë që është moshë e përshtatshme? Ku ta dita të goj tani të vërtetën, më kupton, dhe më thonë ka ndryshime, më kupton kjo më varet krejt, si të vijë adoleshenta. Se të vijë kretë, dhe më thonë, koha caktuar. Falenderoj shumë të gjithë. Drejta juve. Popping bottles in the ice like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor in my ride, like 3-6. Dua të di kur ka qenë mosha që ti ke dhënë për herë të parë puthjen tënd. Vit parë gjimnazi. A mendojnë që ka pak ndryshime me brezin e tanishëm që janë në një moshë adoleshente? Po, shumë ndryshim. Janë shumë të vegjël që hapin puthjet e tyre. 8 vjeçare. Të falenderoj. Gjëra mirë. I'm feeling so fly like a G6. Give me that mo wet, give me that crystal style. Ladies love. Anton, unë dua të di kur ka qenë mosha që ti ke dhënë për herë të parë puthjen tënde. Klasë 8. Në klasë të 8. A mendojnë që ka pak sa ndryshime këto brezin e tanishëm që janë adoleshent, mbase po japin dhe pak më shpejt puthjet se sa brezi juaj? Po nuk e di se s'kam pas lidhje me këtë moshë me këtë brezi. Mbase nga gjërat që shikon? Ka ndryshime, ka janë më të lirshëm. Të falenderoj. With sober girls around me, they be acting like they drunk. Bottles in the ice like a blizzard.
Jo Nilda, do ta di kur ka qenë mosha që ti ke dhënë për herë të parë puthjen tënde? 18. Besoj se nuk e di sa vjeç je për momentin? 23. 3 vjeçë, sigurisht një brez paksa që i ka kaluar adoleshencën në një moshë kanë qenë pak gjërat më të vështira për të shprehur. Ke vëre një element që tashmë gjërat po ndryshojnë shumë me brezin e tanishëm, që ndoshta puthet i japin dhe në moshën Më zvogël, pa. Falenderoj për mendimin. Të lutem. Të kërkoj ndjes që të ndërprerja telefonatën. Dua të di Lorena, kur ka qenë mosha që ti ke dhënë puthjen tënde të parë dhe e ke dhuruar atë? 19 vjeç. Dëgjojmë raste shumë të rëndë Lorena të tipit të tillë që në moshën 18 apo 19 vjeç dhurohet puthja e parë. Shikojmë një ndryshim shumë të madh brezash që tani brezit tanishëm ndoshta e dhurojnë puthjen e tyre edhe në moshën 11-12 vjeçare. Si të duket akoma? Si të duket? Nuk e di, është për mua do të them është thjesht çështje mentalitetesh edhe kohësh. Njerëz ka fjalë. Pikërisht. Të falenderoj shumë e dashur gjithnjëherë. Oh yeah, they tell me I'm a bad boy. All the ladies look at me and act coy. I just like to put my hands up in the John, Johnny, kur e ke dhënë puthjen e parë ti Johnny? Kur ka qenë mosha? diku te 14. 10 vjeç. Po. Është pak herët apo vonë, si mendon? Tash për moshën që kam unë nga qenë herët, se këto që janë më të vegjël se Ka filluar nga 10. më herët, po. Ka filluar që të vegjël fare. Që të vegjël fare. Okej, të falenderoj shumë mendimin. Faleminderit. Gotta go on the dance floor. She's amazing on the dance floor. When she moves, girl, I want more. Keep it going. Miq të dashur, siç e keni kuptuar, i ka ardhur dhe fundi i rubrikës së ditës së sotme. Kemi zbuluar se kur këta adoleshentë apo këta të rinj të sotëm kanë dhuruar puthjen e tyre të parë. Besoj se nga intervistat që keni dëgjuar keni arritur të kuptoni një ndryshim shumë të madh brezash. Dikur mbas se puthjet e parë dhuroheshin mbas moshës 18 vjeç. Këta të rinj kanë filluar të evoluojnë shumë dhe ta marrin ritmin shumë të shpejtë të jetës, sepse puthjet e tyre të parë dhuruar ndoshta që në moshën 13 vjeçare. I falenderoj të gjithëve që keni ndjekur të rubrikën nga mua Janita, bashkë më pafshim. Back it up and make it raw. After I met her, I told her, David, go wet on the track, baby girl, don't stop. Keep it going, you never know when somebody's gonna throw a couple dollars. Got a pocket full of $100 bills, ludicrous, Mr. Make a Woman holler. And every night on the floor, putting on a show. Everybody in the club, there's a little